Gjëra që meshkujt bëjnë kur janë xheloz. Numër 1. Fytyra serioze. Kur një djalë është xheloz, gjithë sjellja e tij ndryshon, papritur bëhet i heshtur. Është sheh shtrembër, nuk është se është i zemëruar me ty, por po përpiqet të mos thotë diçka të ulët apo të pavend. Numër 2. Ai përdor metodën e diamantit. Nëse ndodh kjo, dije që ai të pëlqen shumë, deri në atë pikë sa që xhelozia jo vetëm që e shqetëson, por e lëndon. Nëse e kap duke e bërë këtë, më mirë është ta qetësosh ose të sillesh efto, sepse brenda vetes po përpiqet shumë të mos tregojë ndjenjat. Numër 3. Nëse ai e di që ti flet me djem të tjerë, do të kontrollojë rrjetet sociale më shumë se zakonisht, për të parë nëse po ndodh diçka serioze mes jush. Nëse do të kontrollosh nëse ai po të shikon Instagramin, pliko, share dhe more, nëse emri i tij shfaqet aty, atëherë ka qenë duke të kontrolluar me siguri. Numër 4. Mesazhet e vogla ofenduese. Në mesazhe, ai do të dërgojë komente sarkastike apo thumbuese, zakonisht të shoqëruara me një emoji që qesh. Kujdes, ai nuk po qesh vërtet, ajo emoji po mbulon xhelozin, ose ai të thot diçka me zë të ulët. Mjaftueshëm sa ta dëgjosh ti, dhe ti do kthesh kokën dhe do thuash, çfarë? Dhe ai do të thot, asgjë, ose harroje, shko fol me atë tjetrin.